Pas zërave se në qytetin e Sarandës, partia neonaziste greke Agimi Art ka hapur zyra duke u andarësuar një grup prej 30 personash, duke se shërbimi informativ shtetëror ka dalë në teren për verifikime. Mediat greke që citojnë burime nga minoritarët grek në fshatrat e Sarandës thonë se shish ka nisur gjuetim për zyrat e Agimit të Art. Mediat greke shkruajnë se një grup prej 10 agjendesh ka nisur kërkime në qytetin e Sarandës dhe në fshatrat përreth për të gjetur zyrën e Agimit të Art apo dhe antarët e saj. Ata ju kanë kërkuar banorëve të tregojnë se ku mund të jetë kjo dikë, shkruajnë mediat greke, ndërsa theksojnë se grekët minoritarë të zonës Sarandës janë të shqetësuar nga kjo dalje publike e agjendëve të shish, madje duke cilësuar si provokuese. Por mediat greke nuk e hedhin poshtë mundësinë që partia neonaziste greke Agimi Art të ketë hapur zyrën e vet në Shqipëri. Hapjen e degëve të lëvizjes neonaziste në Shqipëri, kryesisht në jug, e ka paralajmëruar kohë më parë gjatë vitit 2012 dhe deputeti neonazist Christos Papas, ndërkohë komisioneri i drejtave të njeriut në Këshillin e Evropës ka kërkuar nga qeveria greke të shpallë jashtëligjshme lëvizjen neonaziste Agimi Art. Përveç Shqipërisë, që ende nuk është vërtetuar, strukturat e Agimit të Art duket se janë mjaft të forta në Gjermani, ku kohët e fundit flitet për një bashkëpunim mes tyre dhe neonazistëve gjerman.